Nëse vije rasti dhe caktohet vija kufitare me Serbinë, a jeni të gatshëm që prapë të merrni një punë e cila është shumë e rëndë, kisha me thënë? Sigurisht që çështja e kufirit është çështje e rëndë, pasi që ka kërkesa dhe interpretime nga ekspertë të ndryshëm, nga dëshira të ndryshme, por duhet ju edhe këtu t'ju informoj që sa i përket pikave kufitare, vendkalimeve kufitare, që janë vijë kufitare në mes të Republikës të Kosovës dhe Serbisë, ne i kemi vendosur ato. Dhe ato janë të vendosura në prani të Bashkisë Evropiane, EULEX-it këtu që e kemi, dhe të dy ekipet, ekipin nga Kosova dhe që kam qenë edhe në vetë personalisht, dhe ekipin nga Serbia. Është vendosur në Zubin Potok, në Jarinje, në Merdare, në Motivod, edhe në dy pika tjera deri te Konçuli atje, që domethënë janë vendosura saktësisht në centimetra në mes të dy shteteve vijat kufitare. Një komision edhe prej anës Serbisë dhe prej Kosovës. Edhe prej Kosovës edhe prej Serbisë, po. Dhe Bashkia Evropiane përkatësisht EULEX-i ka qenë prezent. Okej, vjen një farforme që Serbia i ka njoftë kufit e ri. Po nuk ka mundësi tjetër me bëha Serbia, sepse po t'ishte dëshira e Serbisë, ne e dim cilat janë dëshirat e tyre. Po të shikohet realiteti, as ajo as ne nuk mund të ikim realitetit.